billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Lavdi, falënderimi dhe adhurimi i takojnë Allahut, krijuesit absolut të gjithësisë. Vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbulimin e tmetave tona, si dhe pranimin e veprave tona. Ndërkaq salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje ja adresojmë Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij, deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Besimtarë të nderuar, javën e kaluar e kemi trajtuar ballafaqimin e Xhaferit radhiyallahu anhu me mbretin Nejashi, pas kërkesës së vazhdueshme dhe insistuese të Amr ibn al-As dhe të Abdullah ibn Abi Rabia, si dy të deleguarit e Paris Mekase për tek mbretin Nejashi në mënyrë që të riktheheshin emigrantët në Mekë, pra emigrantët musliman të cilët kishin emigruar në Habeshe apo në Abisini. Kemi thënë se ky mbret karakterizohej me drejtësi, ashtu siç edhe e ka përshkruar pejgamberi Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se ishte mbret i drejtë, tek i cili nuk mund të shtypet askush, pra askuj nuk mund të bëhet pa drejtësi tek ai. Pastaj kemi treguar se si mbreti Nejashi, pas ndikimit normalisht nga Amr ibn al-As, nga ajo që dëgjoi prej tij, prej akuzave të tij, kërkoi llogari nga Xhaferi radhiyallahu anhu dhe e pyeti se me çfarë keni ardhur ju? Kjo fe me të cilën ju keni ardhur ka bërë përçarje në vendin tuaj, sepse kështu i kishin ardhur lajmet Nejashiut. Pastaj i tha se ju erdhët në vendin ton, as nuk e pranuat fen ton, për të krishtere, por as ndonjë fe tjetër të mëparshme. Ku qëndron arsyeja? Kjo pyetje, sa është e drejtë dhe e qartë, është po ashtu dhe e çuditshme. Është e drejtë dhe e qartë nga mënyra se si është parashtruar. Ka të drejtë mbreti i vendit vet që të kërkojë llogari dhe të pyesë se me çfarë feje keni ardhur ju në vendin ton, ashtu siç ka vepruar Nejashiu në raport me emigruesit musliman. Por është e çuditshme për faktin se është parashtruar shumë më vonë. Pra mbreti Nejashi ishte informuar për disa musliman që kishin ardhur dhe ishin strehuar në vendin e tij. E dinte shumë mirë që bëhej fjalë për një grup njerëzish që nuk ishin të fesë së tij. Por tani është paraqit nevoja me parashtru këtë pyetje për shkak të insistimit të Amr ibn al-As, për shkak të ndikimit që e përjetoi nga fjalët e Amr ibn al-As, pra mbreti Nejashi. Kjo pyetje na tregon se sa të kujdesshëm edhe sa të vëmendshëm kanë qenë sahabët e nderuar në përqimin e fesë së Allahut Madhërisëm. Pra vetë fakti që mbreti Nejashi më herët nuk ka pyetur se për kë bëhet fjalë, për çfarë feje bëhet fjalë, tregon se sahabët emigrues në Habeshe, në Abisini, kanë qenë jashtëzakonisht të matur në manifestimin e fesë së tyre, por edhe në përqimin e saj. Kanë treguar urtësi dhe maturi në davet, në thirrje, ashtu siç edhe porosit Allahu i Madhërisëm. Allahu çfarë thon në Kur'an? "Wa man ahsanu qawlan mimmen da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Nuk ka më fjalë mirë se sa ai që thret për në rrugën e Allahut, vepron vepër të mirë dhe deklaron se është musliman, pra i nënshtruar ndaj Allahut. Pra nuk ka vepër më të çmuar, më të lartësuar se sa të thrasësh për në rrugën e Allahut. Nga se thirrja për në rrugën e Allahut do të thotë ndryshim i jetëve të njerëzve, ndryshim i zemrave të tyre, udhëzim i jetëve të tyre dhe shpëtim në këtë botë dhe në botën tjetër. Por është edhe një ajet tjetër që Allahu e qartëson dhe e shpjegon se rruga e thirrjes duhet ta ketë metodologjinë e vet.
Pra nuk mjafton vetëm dëshira e madhe, nuk mjafton madje as edhe sinqeriteti, por duhet edhe metodologji në thirrje. Prandaj Allahu e ka porositur pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe rrjedhimisht edhe neve si pasues të tij, kësaj ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Thirr në rrugën e Allahut me urtësi. Çfarë do të thotë të thrathesh me urtësi? Ta thuash fjalën e duhur në kohën e duhur dhe në vendin e duhur. Pra nuk mjafton vetëm sjellja e mirë për thirrur për në rrugën e Allahut. Sjellja e mirë është kusht, padyshim. Mirë po nuk është kusht përsosës, plotësues, është kushtëzues. Ajo çka e përsos thirrjen tonë është urtësia. Të thrasesh me urtësi. Të dish se kur ta thuash fjalën e duhur, në vendin e duhur dhe në kohën e duhur. Andaj disa të rinj sot mendojnë se të thrasesh me urtësi do të thotë ta thuash fjalën me çdo kusht. Nuk është kjo. Duhet ta thuash fjalën e duhur në kohën e duhur dhe në vendin e duhur. Ekzistojnë disa rrethana ku fjala është e duhur, por koha nuk është e duhur me thonë atë fjalë. Ekzistojnë disa rrethana tjera që edhe koha mund të jetë e duhur, por vendi nuk është i duhur për ta thënë atë fjalë. Andaj mësimi kryesor i kësaj pjese të ligjëratës është ky, që ta kuptojmë një herë për gjithmonë që për aq sa thirrja për në rrugën e Allahut është vlera më e çmuar, më e lartë dhe më e shpërblyer, por aq edhe përgjegjësia në këtë thirrje është e madhe. Pra duhet të thrasim me urtësi, të dimë se si ti përgjigjem fjalët, të dimë se çfarë të themi, duke filluar nga familjet tona. Pra nuk është esenca e thirrjes vetëm ta thuash një fjalë në familje. Ti këshillosh familjarët tu, diçka rreth fesë, por të dish se si të këshillosh. Të dish se kur të këshillosh, në çfarë kohë, në çfarë rrethane familjare dhe në çfarë vendi. Nëse dy persona rrihen në rrugë, edhe ti shkon me i nda, nuk është urtësi me i thonë, mos u përlani se Allahu po ju sheh. Edhe pse nuk ka diçka më të lartë se sa me i këshillu për Allah në këtë rast. Por për shkak se zemërimi është kulminacion kur dy veta rrihen, ekziston mundësia dikush në ato momente në afekt me shoh Zotin, me thon diçka që nuk është e udhës, me i thon na le ti rahat edhe me Zotin ton, me Allahun ton. Mund ndodh kjo. Pra ti bësh shkak që ai më dal prej fesë. Por çka do të më i thon ato raste? Do të më i thon mos u përlani, mos e knashni shejtanin. Edhe nëse e shohin shejtanin, s'ka kurfar problemi. Pra kjo është urtësia në thirrje. Dy njerëz i kishin pas dy probleme, po problemi i njëjtë. Të dy i kishte provu Allahu me grua llafazane. Është provë rënd me provu Allahu me grua llafazane. Po tash njëri i urt, tjetri jo i urt. Problemi i njëjtë, zgjidhja e ndryshme. E tash ky kur pi teprohet më prej llafave të tepërta të gruas, edhe po i thot, o i gru, bollbe më, më fal një shprehje se si lop po dukesh. Ajo jo që s'po ndalet, po dhe më tepër po shane, po ofendon, s'po ndalet hiç. Po ky tjetri, ky i urti, po i thot gruas ku po ja tepron më, po i thot, o i gru, sa bukur po dukesh me gojë mbyllur. Ajo edhe me dashmë me fol, s'po fol. Se i ka zgjedh fjalën e duhur. Ma ka thonë një fjalë që problemi i njëjtë, zgjidhja e ndryshme. E kur bëhet fjalë për lartësimin e fjalës së Allahut, për çimin e mesazhit të Allahut, ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Nuk është valla o hoxh, thuje be hakun, po hoxha e din më mirë se sa ti që duhet më thon hakun. Ama ekzistojnë disa rrethana që mund të jenë disfavorshme për ne me thon atë hak në këtë moment. Jo pse ne bëhemi mbulues të vërtetës. Jo që ne e fshehim vërtetën, absolutisht jo. Por për shkak se i parandalojmë disa rreziqe që mundin me ardhë, nga se rrethonat aktuale nuk janë të favorshme për me thonë atë fjalë. Kur të vjen koha, thuhet ajo fjalë. Edhe sahabët e nderuar kur kanë shkuar në Habeshe, nuk kanë marrë bajrakun me njerë, një thonë njerëz, o burra, pranoni Islamin, nëse doni xhenet, por ndryshe keni më shkuar zjarr xhenemit. Pse? Kanë shkuar me një shoqëri krishtere. Kanë shkuar me një shoqëri krejtësisht tjetër, me një kulturë krejtësisht tjetër, me një gjuhë krejtësisht tjetër.
nuk e kanë pa të arsyeshme me bë një gjatë tillë. Se nuk ka qenë koha. Prandaj edhe mbreti Nejashi nuk është marrë me ta, se s'ka pa kufar problemi prej tyre. Kur ka ardhur koha me paraqit Islamin, atë ku kanë ardhur tjerët edhe kanë shpif për këta muslimanë, sikur se ka ndodhur me Amr ibn al-As edhe Abdullah ibn Abi Rabia, që kanë ardhur dhe kanë thonë se këta njerëz kështu, ashtu, anena, këndena. Derisa i ka pyet çfarë është kjo fe që ju keni ardhur. E të tjerët po thonë se i keni përça. E nuk është as feja jonë, as feja e të parëve. Atëri ju ka tregu Gjaferi radhiyallahu anhu, sikur se kemi thonë, me fjalët më të mira të mundshme, edhe sot nuk ka dietar, nuk ka doktor shkence që mundet me e përmbledh Islamin në pak fjalë siç e ka bë Gjaferi radhiyallahu anhu, i cili i ka thonë: "Ayyuhal malik, o mbret, kunna qauman ahla jahiliye", ne ishim një popull jahil, ignorant, vepronim vepra ignorante. "Na'budu al-asnama wa na'kulu al-maytata", ne i adhuronim idhujt, i hanim ngordhësirat, wa na'ti al-fawahisha wa naqta'u al-arham, edhe ne i vepronim gjërat e ulta, të shturura, të pamoralshme, wa naqta'u al-arham, edhe i kpusnim lidhjet familjare, wa nusi'u al-jiwara, edhe ishim të këqinje në fshinjësi. Pra nuk e respektonim komshiun, madje i bënim padrejtësi komshiut. Wa ya'kul al-qawiyyu minna ad-da'if, edhe i forti prej nesh e shtypte të doptin. Këto kanë qenë rrethana tona, në kësi feje jemi rritne. Këto fjalë që i ka përmend deri këtu janë fjalë që i përmbledhin të gjitha vlerat njerëzore. Pra pa pas nevojë dikuj me i thonë se çfarë është Islami, ka prek në gjërat e përgjithshme që quhen el-umumiyat, gjërat e përgjithshme që nuk ka shoqëri njerëzore që s'mund t'i pranoj. Çdo shoqëri njerëzore, e mos flasim çdo shoqëri besimtare të feve tjera, është e pamundur mos me i pranu çto vlera. Është e pamundur mos me i pranu këto dukuri shkatruese siç janë, me adhuru idhujt, gur, dru, hurma, me i prish lidhjet familjare, me ngrën ngordhësira, coftinën me ngron, me boj moralitet, me qenë i pa drejt me fqiun, me komshiun, çdo kush e pranon thot po, kjo është e drejtë, kjo është shumë e keqe. E çka ka ndodhur me ne, thot hatta ba'atha Allahu ileyna rasula, derisa Allahu na dërgoi të dërguarin e tij, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, minna, nga ne, prej nesh, nga gjiri ynë, që e flet gjuhën tonë, është i vendit tonë, pra e njohim shumë mirë, na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafa, të cilit i adim shumë mirë edhe prejardhjen, origjinën familjare, pra ka një origjinë të pastër, nga një lozë e ndershme familjare, wa sidqahu wa amanatahu wa afafa, i adim shumë mirë edhe sinqeritetin në fjalë, edhe besnikrinë në vepër, edhe ndershmërinë në jetë. Është njeri që deri para se me proklamu shpallin e tij, kur nuk e kanë thirrë banorët e Mekës Muhammed, nuk e kanë thirrë në emër, por e kanë thirrë në vlerë. Si kanë thonë, as-sadiqul amin, besniku i sinqert, ai që çdo herë ka thonë të vërtetën, ai që çdo herë ka mbajtur premtimin. Kështu e kanë thujt pejgamberin Allah, gjithë ata që pasi e proklamohej shpallën e luftuan, e akuzuan. Pra gjithë njerëzit kanë qenë të bindur se Muhamedi nuk është gënjeshtar. Prandaj edhe kur i ka thonë këto fjalë Gjaferi para mbretit Nejashi, s'ja ka liu ndërgjegja mi mohu këto fjalë. S'ka mujt me thonë, jo vallah, ky nuk është prej nesh, as nuk është i sinqert, as nuk është besnik, e as nuk është i ndershëm. Sepse një gjë e tillë ka qenë më se e vërtet. Pastaj ka thonë, fada'ana ila Allahi linuwahidahu, e çka ka bëu ky, me çfarë mesazhi na ka ardhur ky profet sallallahu alaihi wasallam? Ka thonë, thjesht po na thret me e besu Zotin një. Mos me i besu idhujt, mos me besu në gurë, në dru, në kafsh, por me e besu hak, atë që ka kriju gjithësin, dhe atë që na ka kriju edhe njeve si krijesat ti. Wa amarana bi sidqil hadith, me çka na ka urdhru? Na ka urdhru me sinqeritet në fjalë. Wa ada'il amana, besnikrina emanet në përgjithësi. Wa silati rahim, na ka urdhru me i ruajt lidhjet familjare, me i mbajt ato, mos me i prish ato. Wa husnil jiwar, edhe na ka urdhru, na ka këshillu, na ka mësu
me qenë i sjellshëm me komshiun. Pastaj ka thënë, wal kaffi anil maharimi wad dima, na ka mësuar dhe na ka urdhëruar mos me derdh gjak, edhe mos me i shkel shejtrit, kufit e Allahut Madhërisëm. Wa nahana an mali al-yatim, na ka ndaluar me ngran pasurinë e jetimit, pa drejtësisht, wa qadhfi al-muhsanat, edhe na ka ndaluar me i nënshmu, me shpif për gratë e ndershme. Wa amarna an na'budu Allaha wahdahu, edhe na ka urdhëruar me adhuru Allahun një. Wala nushrike bihi shay'a, dhe mos me i bëj shirk atij në adhurim askë dhe asgjë. Wa amarna bis salati waz zakati was siyam, edhe na ka urdhëruar me namaz, me zakat e me agjërim. Fa'ada alejna qaumuna, mi po çfarë ndodhi pas kësaj thire, pas kësaj komunikate, pas kësaj proklamate nga ana e këtij pejgamberit Allahut që i përçoi këto vlera, urdhroi për këto vlera të përgjithshme që nuk ka njeri të shëndosh që s'mund t'i pranojë ato, ndodhi e kundërta. Ata tha na armiqsu neve, na luftu neve, wa fatanuna an dinina, na sprovun fen ton, li yarudduna ila ibadati al-awthan, për të na kthyer neve në adhurimin e idhujve. Wa an nastahilla ma kunna nastahillu min al-khaba'ith, edhe dëshironi që të na impononi neve t'i lejonim haramet t'i bënim halal. Ato që dikur i kemi vepru, prej imoralitetit, prej hajnis, prej mashtrimit, prej manipulimit, dëshironin që neve na impononin prap. Ne nuk i pranonim ato. I kemi braktisë ato gjanat këqija. Falamma qaharuna wa zalamuna wa dayyqu alejna wa halu baynana wa bayna dinina kharajna ila biladik. E atëherë kur poshtrimi u bëj pa përballueshëm, dhuna atyre psiqike dhe fizike më nuk durohej, nuk përballohej. Dhe kur ata krijuan një pengesë pa të kalueshme mes nesh dhe mes fesë son, pra na pamundsonin praktikimin e fesë son, atëherë ne dolëm për tek vend dytë. Wa khtarnaka ala man siwak, edhe të zgjodhëm ty prej tjerëve. Wa raghibna fi jiwarik, edhe me dëshirë të madhe erdhëm edhe u strehuam tek ti, në praninë tënde. Wa rajawna alla nudhlama indaka ayyuha al-malik, edhe kemi ardhur me shpresë të madhe sepse tek ti nuk shtypet askush, o mbret. Tek ti nuk mund t'i bëhet pa drejtësi dikujt. Një transmetim tjetër tregon se i ka thënë Xhaferi radhiyallahu anhu mbretit Nejashi, pejgamberi i Allahut na ka thënë se shkoni në Habeshe, në Abisini, nga se atje është një mbret që nuk i bëhet askujt pa drejtësi. Gjitha këto fjalë kur i ka dëgjuar mbreti, atëherë është prek, sepse janë fjalë me të vërteta dhe të sinqerta. Atëherë ka thonë, më jep një argument për këtë që po e thua, ja ka lexuar ajetet e surës Maryam, sikur se kemi treguar javën e kaluar, edhe ka thonë, shkoni ju të dy që keni ardhur dhe po i kërkoni këta burra, edhe këto gra të ndershme, e ju jetoni në siguri sa të doni, sa të keni dëshirë. Atëherë Amr ibn al-As është acaru për kësaj që ka dëgjuar, edhe ka thonë, pasha Allahun, unë nesër do anxher ngjyrën atyre. Kuptimin që do t'i akuzoj ata me akuza dhe më të rënda. Por shoku i tij Abdullah ibn Abi Rabia ka qenë më i mëshirshëm se sa Amr ibn al-As. E i ka thonë, o Amr, si ka mundësi tash ti për shkak të zemrimit, edhe për shkak të urrëties që e ke, për fenë e tyre mi u bë pa drejtësi këtyre. Këta janë tonët, mos janë miço deri në këtë nivel. Se fundja, ata janë të vendit tonë. Atëherë ka thonë Amri, do t'i them nesër mbretit se çfarë thonë këta për Isën. Edhe të nesër më shkon tek mbreti Nejashi dhe i thot, o mbret, ketë në rregull ti me vendimin që e more. Pa e din çka thonë këta për Isën. Atëherë kjo e ka prek mbretin sepse ka qenë i krishterë. Isa alayhis salam, figura më e lartë edhe më e dashur për të krishterët. Atëherë i ka thirrë të nesërmen prap. Kur i ka thirrë, kanë filluar prap për së dyti me diskutu me vetë muslimanë se tash çështja edhe më e nxehtë është bë. I kanë thonë Xhaferit radhiyallahu anhu, çfarë do t'i themi tani mbretit që po na pyet për Isën. Atëherë ka thonë njëjtë sikur se ka thonë në fillim. Ka thonë Xhaferi radhiyallahu anhu, do t'i themi ashtu siç na ka mësuar pejgamberi i dashur sallallahu alaihi wasallam. Do ta themi hakun. Kaq, ne nuk e fshehim të vërtetën. Kur i thret, edhe i thot, çfarë thoni ju për Isën, nga se mua më ka lajmi që ju thoni diçka të madhe për Isën. Atëherë thot Xhaferi radhiyallahu anhu, ajo çfarë themi ne për Isën është ajo çfarë thot pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam. Innahu abdullahi wa rasulu, ajo është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Wa ruhu, edhe është shpirti i krijuar nga ana e Zotit, madhërisëm. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam,
al-adhra, al-betul. Edhe është fjala që e ka hedh Allahu në Merjemen, në Marian e ndershme dhe të virgjër. Kur i dëgjon këtë fjalë, mbreti Nejashi e merr një shkop që e ka në këmbët e tij, edhe thot, pasha madhërinë e Zotit, mes asaj që ti ke thonë, edhe mes asaj çfarë ka thonë Isa alayhi salam, nuk ka pengesë as edhe sa ky shkop. Pra, është mesazhi i njëjtë që i ka përquar dhe Isa alayhi salam, po i njëjti mesazh që po e përçon edhe pejgamberi juaj Muhamedi. Edhe kthehet Nejashiu edhe ju thot atyre që i ka përreth, thot nuk i jap këta as edhe për një mal me ari. E ju thot shkoni edhe merrni këto këto dhurata që i keni pru këtu, për me më korruptu mu. Ju kujtohet që kanë ardhur me dhurata të shumta me korruptu mbretin edhe parin e mbretit. Madje parin e mbretit vetëm se i kishin korruptu. Sepse thot mu Allahu kur ma ka dhënë sundimin, kur ma ka rikthy sundimin, nuk më ka kërkuar rishvet. Çka ka dash me aludum kët? Në Sirul Alam wan Nubala tregohet historia se si ka Nejashiu në pushtet të Abisinis. Shkurt po i bi, që me e di çka ka dash me thonë me kët, edhe sa i drejt ka qenë mbreti Nejashi, baba i Nejashiut ka qenë mbreti i Etiopis. Mirë po, baba e tij e ka pas pasardhës vetëm Nejashiun, s'ka pas djem tjerë. E vllau i mbretit, axha i Nejashiut, i ka pas 12 djem. E tash këta që jenë kanë pari e mbretnis, rrethi mbretëve, e kanë bërë një lloj komploti, një lloj kurthi ndaj mbretit të asaj kohe, babas Nejashiut. Edhe e kanë vrarë babën e Nejashiut që m'ia dhon pushtetin vllaut të babas Nejashiut. Por mos mi trashëgu Nejashiu sepse mbretëria s'po shkon gjatë, vetëm me një djalë dhe po mbaron mbretëria. Atëre ka ardhur në pushtet axha i Nejashiut. Por Nejashiu duke u rrit, duke u zhvilluar si djali i vogël që ishte më i zgjuar se sa gjithë ata 12 tjerë, djemve të axhës tij. Atë këta tu e pa tu zhvilluar dhe tu e pa që mbreti po e mban shumë afër, axha i vet, shkojnë i thënë mbretit, o mbret, a ke harruar çka kemi bën na për me të prutu në pushtet? A e kemi vrarë babën këtij? Kështu që vrite sepse ky po dallon shumë prej tjerëve. Mbreti thot, unë nuk muj me e vra, ju mjafton që ja keni vrarë babën, tash po dëni me vrarë edhe këta, po ajo çka mujna me bësh na me largu prej vendit. Merrni edhe ju e dini çka boni, ama mos e vrani. E marrin edhe e shesin sikur si Jusufin alayhis salam. E shesin për 100 dirham Nejashiun. Edhe e shesin edhe largojnë qafe. Fëmijë. Por don Allahu gjatë këtyre ditëve mblidhen ret, edhe thatësi e madhe, del mbreti prej kënaqësisë që ka me lau këshiu, edhe ka mu fladit me shi. Ja qenë Allahu me re edhe e mbyt në vend mbretin. Kur e mbyt me re, atëre e merr djali i madh pushtetin. Po djali i madh në momentin që e merr pushtetin, ai katastrofë, kur farudhëheqjes po bën. Përçahet populli, trazohet vendi, edhe del një njeri i meqen për ty i thot, o burra, neve është të na ndëshku Zoti për padrejtësinë që e kemi bë, po dilni edhe shkoni lypne pasardhësin e vërtet të mbretnisë, e që është Nejashiu, kudo që është shkoni edhe lypne edhe merreni. Shkojnë e lypin tek pronarit që e ka ble, ja marrin prap, e kthejnë edhe e emërojnë për mbret. Prandaj ka pas fjalën ka thonë, unë nuk pranoj me marr rishvet derisa mu Allahu ma ka rikthy pushtetin pa asnjë rishvet. Pra vetëm me ndihmën e Allahut Madhërisëm. Edhe kësaj muslimanët vazhdojnë dhe jetojnë si emigrant të sigurt në Habeshe deri kur Allahu e udhëron Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam me ardha ata me u transferu në Medinë kur bëhet hijreti i Medinës, kur na vije koha do të flasim me lejen e Allahut. Walhamdulillahi rabbil alamin.